Shikues nderuar televizion shqiptar të Amerikës, ju përshëndes. Jemi në emisionin që ja kushtojmë 250 vjetorit pavarësisht të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në televizioni sjell një cikël emisionesh ëndra amerikane. Sot nuk do të flasim për ëndrën e të ftuarit, do të jetë një censur në thonjza, do të kemi mundësi të flasim ditë tjetër, por do të flasim për ëndrën amerikane, për historinë në përgjithësi. I ftuar në nivelit lartë është akademik, është profesor Artit Zaloshnja, historisë amerikane. Jo vetëm se është profesor në histori, por në komunitetin shqiptar ka qenë dhe është një personalitet i nivelit të respektueshëm, është aktiv edhe ka disa detyrime e drejtime shoqërore në organizime të ndryshme, por sot do flasim vetëm si profesor historisë amerikane. Do më falësh që pra nuk të hap shansin sot të flasësh për ëndrrën tuaj, do të kemi një ditë tjetër një bisedë së bashku dhe do të jem i privilegjuar unë dhe shikuesit që ju kemi në bisedë sot, pasi ne ju kemi patur herë tjera edhe për këtë temë. Gjithmonë ju keni qenë një person që keni sjell në mënyrë jashtëzakonisht të shkëlqyer historinë amerikane. Mirëseardhje. Unë të falenderoj për ftesën nga Nia dhe jam shumë dakord me ty. Ëndra amerikane është më e rëndësishme se sa ëndrat personale, sepse në fund të fundit ëndrat personale arrihen sepse është ëndra amerikane. Përndryshe ato nuk do arriheshin dhe nuk do realizoheshin për gjithë ata që kanë zemër atë ëndrën e madhe, the American Dream. Të falenderoj për mirëkuptimin. Çfarë kuptimi ka 250 vjetori i Shtetet e Bashkuara të Amerikës pavarësia? Unë do thosha që është një ngjarje jashtëzakonisht e rëndësishme në historinë mbar botërore. Do thosha, duke filluar që nga lartësia deri tani, sepse për herë të parë u krijua një komb i ri, i cili kishte në zemër të tij, kishte në thelbin e tij idenë që gjithë njerëzit janë krijuar një lloj. Që gjithë njerëzit janë krijuar një lloj dhe kanë të drejta të patjetërsueshme të cilat janë dhënë prej krijuesit, jo prej njerëzve, por prej krijuesit. Domethënë çdo të thoshte kjo. Kjo do të thoshte që çdo qenie e lindur, çdo qenie njerëzore, në momentin që lind, ka disa drejta të cilat nuk mund të merren nga qeverisjet, nga çfarë do lloj qeverisje. Tani ne mund të shkojmë edhe më tutje, sepse jo të gjithë ishin barabartë në momentin që Amerika u themelua dhe ne kemi një historik jo shumë të denjë për kombin që jemi, sepse kishim skllavërinë për një kohë gjatë, por fjalët të cilat u thanë aty dhe më vonë u vunë në zbatim, janë fjalë të cilat reflektojnë në gjithë historinë njerëzore dhe shërbejnë si burim edhe për kombet e tjera dhe për gjithë demokracitë e tjera. Amerika praktikisht, me kushtetutën e mëvonshme, është shteti që ka kushtetutën më të gjatë akoma në vazhdim. Domethënë që nga fillimi kushtetutë e cila vazhdon deri sot. Dhe si në deklaratën e pavarësisë, e cila u shkruhet nga një gjeni i letrave, quhet Thomas Jefferson, ishte 33 vjeç në momentin që e shkruajti. Ashtu edhe në kushtetutën e Shtetit Bashkuara përcaktohen qartë gjitha këto detaje, gjitha detajet e drejtave të njerëzit, përcaktohen ndarja e pushteteve, përcaktohen checks and balances, kontrolli dhe balanca e pushteteve, ndahen pushtetet në ekzekutiv, në legjislativ edhe në gjyqësor. Dhe pak a shumë ekziston ai sistem që kemi ne sot. Pra, 4 korriku i vitit 1776 në vetvete përfaqëson një thirrje lirie për gjithë kombet e botës, kur ky komb vendosi që të shpallte pavarësinë e tij, të dilte më vete i pavarur dhe të krijonte Republikën Amerikane. Një sistem republikan, sepse po vinte nga një sistem imperial, sistem mbretëror, ishin në Britaninë e Madhe, perandoria më e madhe në historinë njerëzore nga territori. Kështu që kjo shënoi shkëputjen. Çfarë ishte Amerika para viteve 1776 dhe pse kolonitë u ngritën kundra Britanisë? Amerika përpara vitit 1776 ishte një vend të cilin kryesisht u formua nga evropianët, kryesisht britanik, por edhe kombe tjera, por fillimisht ishin britanik. Dhe kush ishte arsyeja? U quajnë në atë kohë bota e re, the new world, kështu quhej. Kush ishte arsyeja? Dy janë arsyet në cilat është formuar Amerika. E para, ishin të krishterë evropian, të cilët erdhën në këto re për të aplikuar besimin e tyre sipas vullnetit të tyre, jo të detyruar nga një kish ose të detyruar, le të themi, nga mbretëria britanike. Dhe e dyta, ishin njerëz që vinin këtu për të pasur mundësi ekonomike. Për të pasur mundësi ekonomike, për të ecur më përpara ekonomikisht.
Dhe në një simbiozë, e cila është e jashtëzakonshme dhe është shumë e rrallë për kontinentin amerikan, për Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga një këto të dyja këto drejtza që duket sikur nuk ka lidhje, nuk priten me njëra tjetrën, bashkohen në një njëjtën pikë. Njerëz të cilët ishin besimtar të krishterë, gjithashtu u bën edhe biznesmen, ose të dyja këto u bashkuan bashkë, vazhdon që të jetë kjo në Amerikë. Atëherë, por në qoftë do shkojmë që nga fillimi, do kthehemi mbrapa ke një grup njerëzish, shkojmë mbrapa që në Anglinë e hershme, nga Anglinë e shekullit 16, fillimi i shekullit 16, vitet 1513. Ka pasur një mbret atje që quhet Henry VIII. Ky mbret, do ta bëj historinë pak më të shkurtër, ky mbret ishte martuar me një princesë spanjolle. Ajo nuk linte djalë, ky donte që ta ndante, ishte katolik mbreti në atë kohë. Papa refuzoi dhe ky vajti dhe shpalli një kishtre, ajo që quhet kisha anglikane sot. Domethënë për shkak se papa nuk i dha divorcin nuk mund t'i jepet papa sepse futeshin direkt në luftë dy mbretërit më të mëdha në Evropë, që ishte mbretëria spanjolle, kjo ishte mbesa e mbretit spanjoll, Karlit V, që është një mbret shumë i madh, dhe nga ana tjetër Anglia, meqense ishte Henry VIII. Atëherë kisha katolike nuk e jep divorcin në atë kohë, plus që do krijohet direkt konflikt ndërmjet dy mbretërive më të mëdha të Evropës, askush nuk e donte, dhe nuk e dha divorcin dhe atëherë Henry vajti dhe formoi një kishë të vetëm që u quhet kisha anglikane. Henry dikur kishte qenë, si më thënë, kishte shkruar edhe libra pro kishës katolike. Domethënë, vendosi që dilte më vete. Tani, kjo kisha anglikane në vetveten e saj kishte dy grupe, një grup që quhej puritanët dhe grupi tjetër që quheshin separatistët. Kështu quhej ky grup. Dhe kishte separatistët ishin pakica, ishin një pjesë shumë e vogël e tyre dhe për shkakun se këta nuk ishin dakord 100% me këtë kishën anglikane që formoi mbreti. Kisha anglikane pothuajse ishte katolike në gjitha rritet e saj. Por me ca ndryshime të vogla. Për shembull, nuk i binte papës direkt, kishte atë abacinë e Westminsterit, që është Londër, dhe tani këta separatistët ishin brenda kësaj kishe dhe këtyre nuk pëlqente, domethënë që në një farë mënyrë mbreti të ishte personi i cili do vendoste se kush ishin ritualet. Ata u përsekutuan atje, shkojnë në Holland për një farë kohë, në një qytet që quhet Leiden, sepse aty Hollanda ishte si Amerika e sotshme, lejonte besimin e gjithkujt në atë kohë. Po flasim për besim të krishterë, të gjithëve në atë kohë. Dhe në të ca kohë, po tani viheshin përpara problemi tjetër, që lejohet që të kishin besimin që duhet, të adhuronin Zotin, Jezusin, ashtu si duhet, por nga ana tjetër, fëmijët po u bëshin holandez. Domethënë, po fitoni lirinë e besimit, po humnin entitetin e tyre kombëtar. Ata donin që të ishin edhe anglez, edhe të krishterë. Atëherë, ndërkohë ishte zbuluar toka e re, bota e re si quhet, vendosën që shkonin mbrapa, shkuan në Angli dhe aty morën një anije për të ardhur në Amerikë, ajo anije quhet Mayflower, lulja e majit quhet anija. Nga ta mendonin se do shkonin diku në veri të Virginias, sepse Virginia ishte ndërkohë koloni. Mirë po, një stuhi e madhe filloi në Atlantik dhe ata u detyruan që të shkonin një 200 mile më tutje. Dhe ndaluan atje ku është Massachusetts, në një vend që quhet Plymouth Rock, shkëmbi i Plymouthit. Kështu quhet. Ndërkohë, emri i tyre nuk ishte më separatist, u quhetën pilgrimët. Që të thotë një njeri që është në një udhëtim shpirtëror për gjetur të vërtetën. Duke pasur parasysh që ata ishin krishterë shumë të dedikuar. Përpara se sa të zbrisnin tokë te ky shkëmbi i Plymouthit, ata vendosën që të nënshkruajnë një kontratë, një marrëveshje. Dhe kjo marrëveshje quhet marrëveshja e Plymouthit. Brenda tyre. Brenda tyre në anije, pa zbritur akoma. Domethënë, dhe në këtë marrëveshje quhet Plymouth Compact, marrëveshja e Plymouthit. Dhe në atë ata ranë dakord që do formonin kur të zbrisnin tokë një qeverisje të herpaseshme, domethënë në mënyrë periodike, do zgjidhin njerëzit e tyre në mënyrë periodike dhe tregonin arsyet sepse erdhën këtu. Thonë që arsyeja jonë pse erdhëm këtu është ky është viti 1621. Për avancimin për lavdinë e Zotit dhe avancimin e besimit krishterë dhe për lavdinë e mbretit ton, i cili në atë kohë ishte edhe mbreti i Irlandës, edhe mbreti i Francës, një presë Anglia, kishte edhe këto dominione tjera. Por ajo gjëja më e rëndësishme që ishte aty është që ata vendosen që do bënin një qeverisje periodike dhe do krijonin një trup politik, body politic,
kështu ata i quhen. Do të thotë kjo, që do krijonin qeverisje të drejtë dhe të ndershme, fair and just, do bënin ligje të drejta dhe të ndershme dhe kështu do qeveriseshin. Kjo është kushtetuta e parë në gjithë Amerikën Veriore. Këta janë ata që më vonë bën Thanksgiving me Native Americans që ndodheshin këtu, por kjo kushtetutë, ky dokument i parë në gjithë Amerikën Veriore ka rëndësi të jashtëzakonshme sepse nga ky dokument u morën idetë e Kushtetutës Shteteve Bashkuara që kemi sot. James Madison, që është babai i Kushtetutës, i mori këto koncepte dhe aplikoi direkt në Kushtetutën e Shtetet Bashkuara. Kështu që Pilgrimën, ky grup të krishterësh, i cili po ikte nga Evropa, ti shpëtonte fillimisht persekutimin e mbretit dhe pastaj të vinte në këtë tokë që të adhuronte Krijuesin sipas mënyrës tyre, ka një rëndësi të jashtëzakonshme në historinë e këtij vendi.